10 infermiere dhe personel teknik që për më shumë se një dekadë kanë status të pazgjidhur pune, dolën sot për të shprehur revoltën e tyre përpara Spitalit Klinik të Tetovës. Infermierët thanë se nuk kanë marrë rrogë për 3 muajt e fundit. Që 6 vjetë jena me kontratë në vepër. Që di muj, për 3 imë që s'kina marrë rrogë. Është premtoha, ama nuk është realizohë. Unë jam 9 vjetë për 10 vjetë me kontratë në vepër. 4 vjetë kam qenë veç pa kontratë, pa rrogë, pa kur gjë. Që tash me kontrata, ma që tash s'kemi asë kontrata asë. Kanë kontribuar dhe kolegët tjera, ma të njëjtët probleme, vazhdojnë. Vazhdojnë me protestat të përsipër? Besojmë, nëse nuk zgjedhet statusi, do të vazhdojnë. Presim, ministrat ndrohen, drejtorat ndrohen, neve nuk na hapin asnjë informat. Qëndronim vendin e punës, do të krihet, ama kur do të krihet, atë nuk e di. Znači na 10 godini, mislim дека колегите што се на 10 години тие требаше да излезат и малце да се борат. Se jam pa rrogë, që një vjetë jam pa rrogë, pa vendime, pa kontratë, pa kunise. Një vjetë kom pa kontratë, shtaj nuk kom as njëse. Një vjetë kom pa kontratë, që një vjetë jam pa rrogë. Pas protestës, infermierët dhe personeli teknik shkuan në takim me drejtorin e Spitalit Klinik të Tetovës, kërkuan zgjidhje të statusit të tyre të punës, ndërsa morën vetëm premtim. Sipas drejtorit Agim Berisha, marrja e vendimeve nuk varet nga Spitali i Tetovës, por nga Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Financave. E drejta aktive për protestën është e drejtë demokratike, unë nuk e kontestoj punën e këtyre, veç është dash si grup që duan protestojnë, vind të njoftojnë me probleme. Kaq. A mund pritet brenda një muaj? Jo, unë pres brenda muajit arshëm zgjidhet kjo çështje patjetër. Infermierët dhe stafi teknik i spitalit paralajmëruan vazhdimin e përditshëm të protestave deri në zgjidhjen e përhershme të statusit të tyre.